Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. 250 vjetori i shpalljes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është 250 vjetori i shpalljes së lirisë, i shpalljes së shtetit të parë, të Republikës së parë të bazuar me lirinë. Shqiptarët kanë qenë gjithmonë të lidhur me Amerikën, jo vetëm sepse kanë qenë emigrant në Amerikë, por dhe për faktor dhe ngjarje të ndryshme historike që shënuan edhe historinë e kombit tonë. Për të analizuar raportet midis Shqipërisë dhe Amerikës në këtë 250 vjetor edhe për diskutuar edhe për çështjet më të fundit, kam ftuar në studio 4 miq tanë. Po fillojmë me kandidatin e Partisë Demokrate për senator në shtetin e Michiganit, Renis Nushaj. Vazhdojmë me mikun e tij dhe tonin, aktivistin dhe një nga drejtuesit e shoqatës Jehona e Malësisë, Wilson Sinishtaj, një drejtues të fushatave zgjedhore, zyrtar zgjedhor, Arban Shalën, si dhe Ermald Muçën. Do të diskutojmë pikërisht për këto çështje. Pra, pse shqiptarët e duan kaq shumë Amerikën? Është një pyetje e përgjithshme që mund t'ia drejtosh edhe një fëmijë, po është e vështirë për ta kuptuar një italian apo një grek. Po, vetë fakti, unë vin nga një fshat i vogël afër Tuzit. Dhe emrin e kam Wilson. Vërtet, baba im ka jetuar në Shtetet Evropiane herët, po Wilson është për fal Woodrow Wilson, që në konferencën e Parisit le mas saj, rreth kohën e luftës parë botërore, ndaloi çoptimin e Shqipënisë që ishte bë me traktatin e si quhet sekret Londrës. Prandaj, në fillimin e shekullit 20, Shqipëria gjendet pa miq. Me thyrjen e Austro-Hungarisë mbetet e vetën me gjitha fuqitë e mëdha dhe fëqinjit që lakmonin dhe bënin tregtim me trojet e saj. Shqipëria, edhe pse meti e përgjithshme, mbijetoi si shtet fal Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fal principit lirisë që ajo ka. Prandaj besoj që edhe më vonë kuptohet me ndihmën që na ban edhe në Kosovë, edhe në integrimet perëndimore, por fillimisht besoj se çdo shqiptar e njeh shumë mirë vlerën që Amerika bëri në një kohë kur Shqipëria ishte për mos qenë. Dhe fal administratës amerikane të aso kohe, u pranua edhe në League of Nations, u pranua si shtet i pambarur me territor gjysmak, po prap, po thuaj se ata kemi edhe sot. Prandaj, besoj se kjo afërsia e shtetit shqiptar shkon më shumë se një shekull, fillimisht, por forcohet shumë në pas vitit 91 që na ndihmojnë me mbijetua, në vitin 99 që na ndihmojnë të mbijetuar një sulm që kishim nda Serbët në Kosovë, na njohin shtetin dhe na mundsojnë shtetin e Kosovës vitin 2008 dhe vazhdimisht punojnë që kjo aleancë ndoshta e pa barabartë, por shumë e vlefshme për ne si shqiptarët, kuptohet vlerë ka edhe për amerikanët, sepse shtetet nuk bajnë diplomaci pa qëllime strategjike. Po tash do më thuash një kuriozitet ndoshta, si babai jot të pagzoj ty Wilson? Po, babai im ka jetuar në shtetin e Austrisë për gjatë kohë para se kom lind vet, diku afro 8 vjetësh, por ajo historia e Woodrow Wilsonit që nuk lejoi Shqipërinë që të coptoi, nga aty e merri idenë që një falënderim, kuptohet në vitin 1980, ish Jugoslavia ishte shtet ku gjithçka censurohej, edhe emrat, ashtu që një kujtim që do të ta mbatet e brezët e ri, sepse aleati i duhej të ishte Amerika. Sepse ajo, dhe vetëm ajo,
na ndihmoj që të mbijetojnë, sepse mbas luftës së dytë botërore, Austro-Hungaria u shkatërrua dhe ne mbetëm pa miq. Francezët dhe anglezët kishin një alas strategjik që ishte Greqia që lakmonte të merrte territoret e gjysmës Shqipërisë. Ishin shumë në rregull që Rusisë dhe sateliteve e tyre t'ia falim gjysmën tjetër, prandaj nuk kishte qenë Amerika dhe Woodrow Wilson, zorë se kishin parë shtet. Renis, tash takon ty ta mbrosh Wilsonin si demokrat, si president demokrat, por dhe si pro-shqiptar. Faleminderit. Unë dhe Wilsoni kemi shkuar në një shkollë, jo kemi shkuar në një shkollë, por kemi një trajnim, kemi pasur një klasat, një profesor. Kështu që unë teknikisht nuk kam asnjë gjë për të shtuar çfarë tha Wilsoni, përkundrazi. Thjesht do i vej pikë dhe do them kaq, jam dakord. Jam dakord me parafolsin. Do thosha vetëm do bëja një shtesë në aspektin personal. Lexova një libër para sa kohësh, edhe në fakt s'm kujtohet emri i autorës, por kishte një shprehje shumë interesante për mua, që thoshte, shtëpia është vendi kur shkojmë dhe nuk duam më të arratisemi që aty. Edhe për ne si shqiptar, në emigracion, kam përshtypjen që ajo vlen shumë, edhe si shprehje na rri shumë për hir. Për arsye se që gjithë kemi lënë Shqipërinë, kemi ardhur këtu. Edhe ky është ai vend nga i cili nuk na është dashur më nevoja për të ikur për këtu, përkundrazi. Edhe ajo reflekton shumë gjëra, por reflekton një nga ato realitetet bazë të këtij vendi, të kësaj Amerike, ku na ka mirëpritur. E kemi bërë pjesë jetës tonë, është jeta jonë, është jeta familjeve tona, fëmijëve tanë, edhe në fund fare reflekton ato vlerat e kombit, ato vlerat në fillimin e Amerikës, që mbeten vërtet sot pas 250 vjetësh. Edhe janë të njëjtat vlera me cilat Woodrow Wilson punoi gjatë konferencës në mënyrë që të arrinte atë realitetin shqiptar të mbronte trojet tona. Dhe që e kemi dhe në sot si shqiptar individual, por edhe si komunitet kësaj dite. Një nga pikat kryesore, se natyrisht do të fillojmë tek Wilsoni, edhe tek historia e përgjithshme e Amerikës që bazohet tek liria e individit, liria për të shprehur, liria për të zgjedhur. Kjo gjë i ka munguar shqiptarëve. Edhe në periudhat e mëvonshme, gjatë periudhës së komunizmit, ju të dy keni qenë të vegjël në Shqipëri, por megjithatë, Shqipëria komuniste e quante Amerikën armikun më të madh. Karikaturat më të mëdha bëheshin kundër Amerikës dhe kur erdhi puna, shqiptarët përsëri vazhdonin edhe e donin Amerikën. Si e shpjegoni? Fare thjeshtë, është në natyrën humane, ne duam të jemi të lirë, të jetojmë, të shikojmë ëndrat të jenë realitet, edhe po të shikosh në gjithë botën është e fraza e famshme ëndra amerikane. Edhe ne ku kemi ardhur këtu në Amerikë që në ëndra amerikane, po me thënë drejtën, nuk është thjesht ëndër, është realitet. Pse mund ta themi, më fal, ju jeni demokrat, po do marr një shprehje një presidenti republikan, Ronald Reagan, si tha. Unë kam pas fatin, kam punuar në Kinë, kam kaluar shumë kohë në Kinë, kam pas fatin të shkoj në Francë, punoj shumë kohë, në Gjermani, e kudo. Edhe gjithmonë më kujtohet shprehja e tij. Mund të shkosh në Kinë, por kur nuk mund të thuash vetes që jam kinez. Mund të shkosh në Francë, kur nuk mund të thuash vetes që jam francez. Biles mësova edhe një gjë të bukur atje. Në qoftë se ishe francez, ato prap kishin dhe një tjetër, ishe Parisian or not. Kurse kur je këtu në Amerikë, mund të thuash vetes jam amerikan. Do të thënë, kjo është ajo gjë e bukur që ka sjellë Amerika dhe për ne shqiptarët ndoshta ka krijuar edhe përveç çfarë na ka mbrojtur Amerika në vite më përpara, por na ka sjellë edhe atë harmonizimin, sepse është ajo ëndra e të qenit lirë, e të qenit të kesh mundësinë që të jesh një sukses i vërtet ose një dështim i vërtet, ta kesh në dorën tënde çfarë do zgjidhje të bësh, edhe këtë ne ka bërë Amerika. Ti më ke thënë tash, po vazhdoj pyetjet se më kujtohen për secilin që ke ardhur në moshën e vogël këtu. 15 vjeç. 15 vjeç. 15 vjeç. Edhe Ernisi ka 17. Edhe unë 16. Edhe ti 16. 19. Tash a mendoni se keni realizuar një farë mënyrë ëndrën amerikane? Secili prej jush, sipas fushës vet. Patjetër. Çfarë është ëndra amerikane? Për mua të paktën, ëndra amerikane për mua është ajo liria që e ke në dorën tënde,
ku do t'i edhe shapat, ku do të shkosh, edhe e kene durant tënde sa shumë do të arritësh. Edhe këtë e kemi arritur, besoj. Ernest, ëndra jote të bërë senator? Ëndra të ke shumë ndaj asaj, po e kam përshtypjen që përgjigja është po, edhe përgjigja që do jepja pyetjes është në bazë, do që ëndrat amerikane edhe dëshirat tona në lidhje me atë aspekt në momenti kur ne hym në jetën amerikane, kam përshtypjen janë tilla që është punë vazhdim. Edhe është pikërisht ajo puna që bëjmë vazhdimisht në komunitetin tonë, në bizneset tona, në familjet tona, që jep përgjigjen pyetjes edhe që në një farë mënyrë rikristalizon mendjen e kujtdo se çfarë është ëndra amerikane. Me fjalë tjera, nuk mjafton thjesht që është një shkrim i shkruar diku para 250 vjetësh që neve ja shesim si filozofi politike, ideologjike, një kombi në mënyrë që ta bëjmë më të njëzuar. Kjo është puna që bëjmë në mënyrë individuale dhe komunitare në vazhdimsi totale. Dhe në atë aspekt, dashur pa dashur, si do është jeta ime të flas personalisht për veten time, jeta ime këtu në këtë vend edhe puna që kam bërë deri më sot e reflekton atë në mënyrë të përkryer. Dhe ajo është ka përshtypje përgjigja çdo shqiptari dhe e secilit prej nesh këtu në këtë panel. Okej, po tash mos ja për fjalën tjetër. Urdo. Fillimisht, besoj e që ata që na ngrënë ne shqiptarë është që në besimin tim Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi shtet i organizuar mbi drejtën individuale, kurse shtetet tjera janë të organizuara mbi drejtat kolektive. Ai shikimi në atë aspekt mund të jetë i vogël sepse drejta është e drejtë, po këtu shteti, qeveria, kushtetuta, shpallja pavarësisht fillimisht, i jep drejtën secilit me ken i lirt. Dhe në kushtetut kufizohet shteti aty ku nuk mund t'i kufizoj drejtën. Unë kam ardhur prej një treve shqiptare të okupuar në Malzi, në një kohë shumë, në vitin 97, në një kohë luftëra në ish Jugosllavi, ku nuk kam pas drejtën e flamurit. Nuk kam pas, po thuj, as drejtën e gjuhës dhe shumë pak drejta. Dhe vinë në një vend që në makinën e parë që kom ble, kom vu një flamur shumë të malë shqiptar, që me kohën e kom vlerësua se vetëm njerëzit që vite Amerikanit thot, a mund të marrë dhe unë se më pëlqen si duket, se nuk e din se çka është, por nuk i pengon as kujt. E drejta individuale që na jepet këtu në këtë shtet, besoj që e ban këtë American Dream të varur nga ti. Në qoftë se ti ke mundësi dhe dëshirë që të angazhohesh në të boshme, ajo ëndra në qoftë se ke një ëndër realistike, besoj që i hapet secilit. Kuptohet për mua, kam një familje shtosh dhe ajo që është kryesorja, prandaj ëndra është shumë e lehtë me u arrit, por mundësit me u angazhua në çdo spektër të shti, besoj që shumë pak janë shtete në botë, që renisi, moj me u ba një ndër shumë pak senator që ka Michigani që besoj do të behet, kuptohet që ose ne shqiptarët do përkrahim gjatë fushatës tina, por nuk mund të behet në Francë dhe në Gjermani. Merë shumë kohë, merë gjenerata, sepse imigranti ose dikush i ardhur nga jashtë shikohet me një syn tjetër, kurse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ky është shtet nga emigrantët. Është shtet që të vetmi nevojë që ti jesh pjesë e tij ka që ti jesh i dedikuar të ajo proposition që është deklarata e pavarësisë amerikane, se të gjithë njerëzit janë të lirë, dhe nëse ti beson, aty mundesh mu bë amerikan. I amerikan, plotësisht amerikan. Sa duhesh me qenë amerikan, se dikush edhe nuk ka dëshirë, po mundësia të jepet, prandaj besoj që është i pakrahasueshëm në këtë aspekt. Natyrisht Amerika konsiderohet si melting pot, si që në Kazani që përzien komunitetet, por nuk të heq mundësin për të qenë vetvetja. Vetë prania e këtij televizioni për mbi 25 vite tregon që media në gjuhën e një komuniteti është e lejueshme dhe mbështetet. Po ëndra juaj amerikane, cile ka qenë?
me thonë drejtën, nuk e kam pas, unë anglishtën e kam pas bezdi. Ëndra ime ka qenë shkoja në Itali të marrë universitetin atje dhe pastaj të shkoja në Shqipëri. Por Zotit çon atje ku ti nuk ke qef. Dhe mu më ka radhë lotaria amerikane dhe kam marrë të 9 vjeç, pastaj në universitet dhe mbaj mend mbas 5 vjetësh me green card tu bëhesh me pasaport. Dhe me pasaportën aty unë kisha dhe flyer, një flyer që të tregonte drejtat e tuaja dhe responsibilities tuaja. Po, dhe çfarë mu më preku ishte që ti tani ke përgjegjësi edhe je patriot nëse ti voton. Dhe unë mendoja, unë kam qenë 19 vjet në Shqipëri, asnjëherë njeri nuk ka thënë që të shkoj të votoj, ose po thoje që të shkoj të votoj, njerëzit të thonë ky është budall, pse merret me këto gjëra. Kurse në Amerikë ti sa e merr pasaportën, këta duan që ti të jesh një qytetar aktiv. Ti jesh ta ndjekësh politikën, ti jesh aktiv sepse ajo është the most American thing. Dhe lidhje me komunitetet e ndryshme, këtu mund të jenë deri 200 milion shtete, tipe njerëzish që jetojnë së bashku në harmoni. Jetojnë së bashku në harmoni sepse këtu është, siç ka thënë John Adams, Republic of Laws, not of people. Republic of Laws, not Republic of people. Se nuk ka rëndësi se kush është personi ke një institucion. Ka rëndësi që janë ligjet dhe ato zbatohen no matter what. Prandaj secili këtu me talentin që ka, me mundin që ka, mund të arrijë majat. Arban, ju jeni një zyrtar zgjedhor, po me sa di në bisedat paraprake, si mik, kemi marrë vesh që ke kontribuar me sugjerime edhe në Shqipëri edhe në Kosovë për të mundësuar një votim të drejtë dhe të sigurt. Çfarë mund të shtosh në lidhje me këtë, me që erdhi fjala? Shqipëria ka shumë çfarë mësojnë nga Amerika. Dhe një nga fushat që Shqipëria dështon, failed, edhe Kosova, është fusha e zgjedhjeve. Atje ndodhen shumë manipulime, shumë vjedhje, me qindra mijëra vota manipulohen, vidhen, dhe Amerika këtë problem ka zgjidh. Për shembull këtu, skaneri e numëron votën. Kishim më recently në Kosovë u arrestuan 120 veta numërus në janar, sepse kishin manipuluar rezultatet e votimeve. Ti kishe votuar për dikë, ai e ka shënuar për dikë tjetër. 120 veta janë arrestuar dhe janë fut në burg. Në Kosovë. Në Shqipëri, vjedhja është akoma më galopante, por nuk del në sipërfaqe, sepse partit duan ta mbajnë ulur, që mos të bëhet publike. Kurse nga që Kosovë ka më shumë competition, kjo del. Dhe ne kemi çuar propozim që ta marrin sistemin amerikan të votimit, që është më cost effective, i kursen para atyre, i kursen kohë, është faster, është World Democracy Standard, standard i botës demokratike. Kemi pas shumë sukses në Kosovë, sepse ato fatmirësisht janë më pro ndërtimit shtetit, dhe në Shqipëri kemi pas sukses, por ka pengesa. Ka pengesa, por prap kemi sukses. Prap po ecim përpara. Për të gjithë kjo pyetja tjetër, ti përmende Kosovën, por të gjithë shqiptarët, heroi i Kosovës është presidenti Bill Clinton, i cili dha miratimin për sulmin e NATO-s ndaj objektivave serbe që bëri të mundur çlirimin edhe më tej pavarësimin e Kosovës. Ernis, si demokratash, si mendojnë për presidentin Clinton? Për gjithë shqiptarët mendojnë mirë, po në këtë rast
ka përshtypjen, shikoj, atë presidente e marrim, e kemi të afërt për gjithë këto arsye që sapo thotë edhe juve, ose mos për punën e historisë së Kosovës. Normalisht ai krijoi oportunitetin që të kesh një shtet dytë shqiptar. Detyrimisht vlera e tij është e pamohueshme, prandaj edhe ja kanë nxjerr lapidarët çdo qoshe të Republikës, janë ndaj nga Kosova dhe ndaj nga ana tonë në Shqipëri. Edhe me të drejtë, kontributi është i mahnitshëm, për neve ishte diçka absolutisht e nevojshme. Po kam përshtypjen që unë do thosha që nuk është thjesht fakti se nuk ishte të qenit antari i Partisë Demokratike që e bëri Bill Clinton t'i hapte atë diapazonin që të shkonte dhe të bënte një luftë si lufta që u bë kundra Serbisë në Kosovë, përkundrazi. Ishte të qenit amerikanë dhe të qenit e një vizioni që në botë kuptimin amerikan nuk është e pranueshme që të kishim genocid në mes të Evropës në shekullin e 20, në fund shekullit 20. Detyrimisht ajo është diçka që çdo shqiptar e mbështeti, vazhdon ta mbështesë dhe mbështesin në të ardhmen. Edhe thjesht dëshira ime është në këtë mes të përfitoj sa do pak nga ajo dhe them që okay, duke pasur parasysh se çfarë bëjnë demokratët për Shqipërinë, imagjino sa do bëjë një demokrat shqiptar për shqiptarët këtu. Kaq. Mirë, po lem këtu, po megjithatë raporti midis shqiptarëve dhe Amerikës është më tepër, më shumë emocional se sa strategjik, mendoj, sepse Shqipëria është një vend i vogël në Ballkan, pavarësisht do flasim prapë për problemin e Kosovës dhe të Malit të Zi. Si shpjegohet që është kaq emocional? Nuk gjen një shqiptar që thot një fjalë të keqe për Amerikën. Edhe do ndalim edhe tek momentet e fundit për t'i dhënë një sqarim situatës. Po është një listë e zgjerë. Në qoftë se tash një shekull e gjys, kur pjesërisht dhe kohërisht ne kemi pas liri, jo të boshme, po aq sa kem pas, aleati kryesor ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk është diçka që e lidh me një interes të një administrate me një administrat tjetër, sepse mund ta shikosh qysh në administratën e Bushit Senior dhe deri sot kjo lidhje strategjike është direkte dhe ekziston. Herë më shumë, herë më pak, po ashtu ishte edhe gjendja dhe nevoja. Mos harrojmë se edhe administrata që pason atë Clinton e njofti Kosovën si të pambarur. Vërtet jo e njofti, po e bëri, e shtyri. E shpalli pavarur, futi Shqipërinë në NATO. Sepse atë fuqi ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse ata vendosin që një gjë ta bëjnë, evropianët duhet t'i marrin mbrapa, pothuajse gjithmonë. Prandaj nuk ka si shqiptari të thonë se Amerika nuk është aleat, sepse është një fabrikim që nuk ka kurfar sensit. Ne e provuam për më shumë se 50 vite, që në vitin 39 dhe 91, po ai ishte një sistem që na bëri ne të punonim kundër vetes. Prandaj besoj që koha atyre u ka mbaruar për fat mirë. Gjithmonë besoj se Shqipëria do jetë pro Amerikës, sepse ose vllai i madh Amerika. Por në të njëjtën kohë besoj gjithashtu që politika e sotme shqiptare e përdor Amerikën në mënyra të llatarshme, të frikshme. Do të thotë sikur nga të dyja anët, si e djathta dhe e majta shqiptare, e përdorin në ekstreme për të fituar votën popullore shqiptare. Flasin Partinë Demokratike Shqiptare, Trump. Flasim për Partinë Socialiste, derisa përpara Trump kishte presidencin, ishte lloj komentesh kundër si qyshtek. Flasim sot është një komplet klim ndryshe. Unë besoj politika shqiptare duhet anashkaloj pak të kaq involvement që është për politikën amerikane. Pse? Sepse duhet jetë më e fokusuar brenda përmendave të vet. Shqipëria gjithmonë do jetë pro Amerikës, Amerika gjithmonë do jetë ai vllai i madh. Pa rëndësi ka cila frymë politike e drejton Amerikën. Amerika është një shtet që ecën në shina, nuk ka nevojë kjo politika e majtë ose e djathtë siç është Shqipëri. Besoj se duhet ta ndajmë çik për këtë. Arban, duke vazhduar këtë ide, a mendon se klasa politike shqiptare ka një farë kompleks inferioriteti nga Shteteve të Bashkuara? Presin që t'i thot ambasada amerikane, që do të bëj ambasada, kur mund t'jetë më e hapur, më e sinqert, më e drejt për drejt?
ajo nuk besoj se është edhe nuk duhet jetë, edhe në qoftë se pesha e ambasadës amerikane është kaq e madhe në Shqipëri, nuk është faj ambasadës, është faj politikës shqiptare, që nuk e bën punën që është zgjedhur për të bërë si duhet, dhe si një arbitër ose si një judge kanë ambasadën ku të dyja palët ankohen. Qoftë në vende tjera, ambasadori amerikan nuk njihet fare. Po të shkosh vende tjera të vogla, BE ose jashtë BE-s, ambasadori amerikan është si një ambasador i çdo vendi tjetër. Shqipëria japin rolin e guvernatorit pa qenë. Ja japin sepse ato nuk marrin anën e drejtë. Ambasada amerikane hyn vetëm kur drejtat e shumicës shqiptare shtypen, ato detyrohen të hynë, sepse Shqipëria është një aleat i Amerikës. Amerika, të dyja partitë, si Republican, si Democrat, jashtë kanë qëllime që t'i suportojnë aleatët dhe që aleatët jetë të fuqishëm ekonomikisht, që mos t'jenë pre e lobit sferës ruse edhe kineze. So, sa më e fortë jetë një aleat i Amerikës, aq më në interes të Amerikës është. Prandaj është kjo vëmendje e Departamentit Shtetit dhe ambasadës që Shqipëria të ecë në drejtimin europian dhe mos bëhet kaos, mos bëhet pre e bandave, lobëve ruse, kineze. A është futja e Shqipërisë në NATO merit e politikës shqiptare apo është më shumë merit e gjeopolitikës amerikane? Gjeopolitikës amerikane është lëvizje strategjike thjesht si problemi që kemi tani për të në Evropa. Politika shqiptare është një politikë e të djeshmës faktikisht. Mendoj unë të paktën këto 35 vjet të fundit jetojnë në një demokraci të mykur, jo në një demokraci që është tamam demokraci. Ne jemi pjesë e NATO sepse po mos ishim pjesë e NATO-s, do ishim se puna asaj varet që do shkonte gjithmonë nga frynera. Do ishim pjesë e traktatit të Varshavës prapë duket. Vetë mendoj se mangësit kryesore për moment, për pahin politikë të brendshme shteteve shqiptare është për diçka që na takon ne si diasporë të kritikojmë, që zyret e ambasadave të shtetit shqiptar dhe të Kosovës janë pothuaj inexistente. Ato kapacitete që kanë nuk janë as relevante. Kapacitetet që mund t'i kenë janë jo vetëm të bollshme, por janë kapacitetet që kishin me mujë me evu shtetet shqiptare në një pozitë shumë më të mirë se janë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe në elitën globale relevante, do më tha kudo që ka power, si më thanë, sepse kjo diasporë është e mirë konektume, është me një forcë të bollshme që me mujë me ndihmua këto relacione ku është nevoja, sepse edhe pse ka disa investime mund të ketë më shumë, se Shqipëria dhe Kosova mund dhe duhet të jenë relevante në gjeostrategjinë amerikane, por ajo kërkon lobim, ka kërkuar lobim edhe atëherë ku është kyça Wilson e administrata amerikane para vitit 1930 te Konica e te Noli e të tjerë, po edhe sot. Po pavarësisht sa herë kem kërkuar unë personalisht, po edhe tjerë ambasadorëve, si atij të Kosovës, si atij të shtetit shqiptar, përgjigjja është gjithmonë po gjithsesi. Po asnjëherë nuk kam pa një veprim relevant ku ata angazhohen që të bashkojnë forcat e komuniteteve tyre që kanë këtu, si New York, and Michigan, and Illinois, and Texas, në vende ku ka shqiptar në një numër të madh, po dhe një forcë ekonomike dhe politike qëndrueshme, të mirë, që mundën më u kthye në shumë prosperitet për shtetet tona, por absolutisht nuk e kuptoj faktin pse refuzojnë të angazhohen. Nuk angazhohen, unë e kam bërë pyetjen një herë, një kohë ish ambasadorës shqiptare. A keni një politikë direkte apo drejtim se si të mobilizoni lobin shqiptar që është këtu, është i ngritur, edhe gjatë luftës Kosovës ishte shumë aktiv, ai bëri që edhe administrata amerikane dhe vetë Clinton të mbështeste çështjen shqiptare.
ne i dim përpjekjet e lobit, i kemi paraqitur ato, duket se kur lobi shqiptar i ka koneksionet, i ka lidhjet, por është beur disi, sepse problemi kryesor është që u kam kërkuar shpakut për ambasadorit qytetit Kosovës që të na dërgojnë talking points, na kallëzojnë se çka kërkojnë. Nuk kemi na që bëjmë politikën e shtetit kosovar, por ne kërkojmë që ta kemi qartë që nuk mundi me lobua, vërtet ne kemi lobua për çështjen e shqiptarëve në Maltezi, sepse atë politikë dimi, keni koneksione, e dim se kemi një platformë të vetme dhe e njohim platformën në kërkesave tona. Po, është shumë vështirë me njoft një platformë të kërkesave të shtetit shqiptar për momentin, sepse nuk e kam bërë ditën. Ambasadori nuk mund të merret pak me politikën elektorale, po nuk merret me diasporë sa i përket lobimit të shtetit amerikan, në dijeni time. Po ashtu edhe ambasadori i shtetit Kosovës që fatkeq pak e njohin në Washington. Ne duhet më thanë e keni ambasadorin këtu dhe me na të thanë nuk e njohim. E kena njoft një ambasador tash 5 vjet, 10 vjet, po sot nuk e njohim. Nuk është okej. E di se kanë ngushtim në fonde dhe nuk po më faj ambasadorëve vetë, por qeverive që janë në 2 shtetet shqiptare, që nuk i finansojnë dhe nuk e shohin të rëndësishme që të zgjojnë influencën e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse studioj historinë ka qenë më shumë se relevante. Ka qenë ajo që na ka shpëtuar, na ka ngrit dhe ende mund të na ndihmojnë dhe të na ngrisin. Unë bëra disa studime kohët e fundit pikërisht mbi Wilsonin dhe ndikimin e Federatës. Gjeta një letër të veçantë të Norit që se kishin, gjeta një dokument italian, që se kishin në dokumentet shqiptare ku i drejtohet drejt për drejt presidentit, drejt për drejt sekretarit të shtetit të kohës dhe me një gjuhë mjaft diplomatike, me një gjuhë të pranueshme edhe nga shtetet, ishte një kohë kur në Ballkan ekzistonte edhe çështja e Adriatikut, kishte probleme të përcaktimit të ish Jugosllavisë, kërkesave që kishte Italia, por analiza që Noli bënte në atë letër ishte mjaft. Do me thënë se, po, nuk po ndalem këtu, por kam një pyetje për Enisin. Ka ju takuar në një përfaqësues i ambasadës shqiptare, thjesht për të përgëzuar? Ajo pyetja jote është shumë e rëndësishme, edhe ti e di përgjigjen vetë, s'ka nevojë të ta them. Fatkeqësisht përgjigjja është jo, dhe Wilsoni ka drejtë që është e nevojshme që të kemi shumë më shumë punë nga pala shqiptare. Sidomos kur pasur parasysh edhe thelbin e kësaj bisede që është përfitimet që kemi pasur ne si komunitet, si shtet, si komb, nga marrëdhëniet me Amerikën. Është më se normale edhe diçka që do ta presim edhe është e mirëkuptueshme që të kemi angazhim total nga 2 shtetet shqiptare edhe nga gjithë trevat shqiptare me gjithë shtetin amerikan, me gjithë entitet shtetit amerikan. Edhe fakti që ne nuk kemi angazhim të tillë është me të vërtetë nuk bën sens, është krejtësisht e pakuptim. Gjithsesi unë gjithmonë nga natyra jo se do vëm fajin vetes, po do shikojmë gjithmonë ke vetja. Unë jam gjithmonë një opinion që nëse mendojmë që jemi aq të aftë sa që mendojmë që të gjithë që jemi, nëse mendojmë që jemi të gjithë aq zgjuar, aq të arritur, aq me mundësi për të arritur në ato gjërat që duhet të arrijmë në të ardhmen, ne duhet të bëjmë punën tonë në mënyrë që në farë mënyrë dashur pa dashur të joshim edhe këto entitetet shqiptare që të na vinë dhe na përkrahin në këto sipërmarrje që kemi. Dhe këto sipërmarrje që kemi nuk janë thjesht ato sipërmarrjet politike apo shoqatave tona, përkundër, po edhe bizneseve tona, gjithçka, sepse të gjitha bashkë do kenë aftësi që të krijojnë ato lloj lobimi që është i nevojshëm në mënyrë që të jemi suksesshëm në të ardhmen. Unë mendoj se po flasim për lobimin këtu dhe lobimi ka qenë veçoria shqiptare për sa i përket luftës Kosovës, ka rënë disi tempi megjithatë ekziston, por ka ardhur koha edhe ju jeni në fushat që shqiptarët jo vetëm të lobojnë për të zgjedhur miqtan amerikan, por edhe të zgjedhin shqiptarët. Dhe ky është momenti që po shohim tashi në disa kandidat këtu në Michigan, ndërta edhe ju. Megjithatë po i kthem
Wilsonit në një bisedë paraprake që patëm, u përmend zonja McLean, që është kryetare e Kaukuzit shqiptar, për një ndihmë që ju i kërkuat në lidhje me qëndrimin e qeverisë së Malit të Zi. A mund të sqaroni disi? Të kthehemi mrapa, ishte një kohë vendime rëndësishme për shqiptarët në Mal të Zi, para se një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve nga origjinë nga Malësia të kthehen për votime në vitin 2023, kërkuam disa ndihmë logjistike, i farë garancie të shtetit amerikan se zgjidhjet do mbahen në kuadër me lizin parapraks dhe pa intervenime të shtetit malazez. Shumë rrallë, politikanët i mbajmë premtimet gjitha që i thonë, për ata dhe është koha që të zgjedhin politikanët tonë, shqiptar, por Lisa McLean është një politikane që kalon përtej asaj që premton dhe është një mike e vërtet e shqiptarëve, ka dhe tjerë miq në Kongres dhe në Senat. Lobimi i shqiptarëve në mënyrë individuale është shumë aktiv, kemi shumë miq kolektivisht të gjithë, por nuk kemi strategji se si dhe çka të lobojmë. Nuk zhvillohet shteti pa një strategji afatgjate që nuk mbaret as nga një kryeministër, as nga një qeveri, as nga majta, as nga ndjata. Për fatkeq vetë nuk besoj se kemi. Duhet të kemi, shpresoj ta kemi, por për momentin mungon. Kalojmë tek një çështje e kohëve të fundit. Domethënë, pak a shumë çështja e protestave në Shqipëri. Arbani dhe Erioli ishin organizatorët një proteste këtu në Michigan. A janë këto protesta kundër Amerikës, kundër presidentit Trump, apo janë protesta që nuk, pavarësisht se media europiane e kraut majti trajton si anti-Trump, po janë më tepër me qeverinë shqiptare me mënyrën si trajton problemet tilla si prona apo gjërat e tjera, sepse mund krijohet impresioni sikur shqiptarët tashmë janë më pro-amerikan, gjë që s'është e vërtet, po dua impresionin tuaj. Urdhë. Absolutisht jo. Shqiptarët janë ngritur në protesta në Tiranë dhe gjithë diasporën, edhe këtu në Michigan, kundra klasës vjetër politike, kundra padrejtësive të akumuluara për 36 vjetë. Thjesht investitori qëllon, një nga investitorët qëllon që t'jetë antar i familjes Trump, dhe ky fakt po përdoret, keq përdoret nga the left-wing media, nga media e krahut majt, për të sumuar familjen Trump, për pikë politike, for political points. So, media e majt po bën, si thuash, një disinformim, ose një punch under the belt, si thënë këtu, një grush nën mes, duke e keq reflektuar atë protestë. Shqiptarët që dalin me mira dhe mbushin sheshën e Tiranës dhe kudo, nuk janë duke vërtit kundra Trumpit. Absolutisht, atë janë pro-Trumpit, ne jemi pro-investments, ne duam që të kemi biznes amerikanë që shkojnë të investojnë, aq më mirë dhe familja Trump të investojë, sepse është brand internacional. Familja Trump mund blej ishull kudo në botë, mund blej ishull kudo në mesdhe or somewhere else. So nuk është keq për që të blej një ishull atje. Thjesht politika atje kërkon ta juzi këtë për mbrojtje ndaj problemeve ligjore që mund të kenë më vonë, por protestat në Shqipëri dhe e tani po bëhet shumë kujdes që në raundin e dytë protestave kudo në diasporë të sigurohen që mos ketë thirrje ose ndonjë që mund thrasë, që mund futet dikush aty dhe mund thrasë ose të keq përdoret. Kjo protestë është protestë qytetare, jo partijake, jo politike, kundra klasës vjetër. Duhet një klasë e re në Shqipëri dhe as pak kundra familjes Trump. Eri?
protestës thjesht fare brenda Shqipërisë. Njerëzit i ka hyrë në mlefje aq shumë sa që mjaft ka arrit deri aty ku s'mban më kupa, se thënë. Aty thjesht njerëzit kërkojnë, nuk duam të shikojmë as Edi Ramën, as Ali Berishën. Edi Rama, Sali Berisha, ato nuk e kanë me individin, e kanë me frymën berishane, frymën rejlindëse. Njerëzit i ka ardhur deri aty ku s'mban më, jetojnë 42% e popullsisë janë gati mjerim, që është shmenduri, nuk jemi vend i varfër, jemi vend i vjetër. Nuk ka të bëj fare asgjë jashtë Shqipërisë. Kjo lëvizje ka të bëj edhe do të jetë fokusuar vetëm brenda Shqipërisë, edhe fokusi ky është i vërtet. Njerëzit janë të lodhur, janë të mërzitur, duan një frymë të re, duan zgjedhje të reja, duan të ecën përpara. Nuk ka të bëj besoj fare se kush është mund të ishte kudo. Tash Trumpi makes news sepse është individi i atill që gjithmonë do make news. Përse anën politike mund të përdoret në çdo skaj ndryshe. Lëvizja në Shqipëri dhe protesta në Shqipëri dhe neve të gjithë këtu duhet të jemi të fokusuar që kjo është kundër një sistemi të kalbur që i ka vjedhur njerëzit edhe pikë. Një kënd vështrim ndoshta ndryshe, se që të sqaroj fillimisht, unë edhe kur ka qenë Shqipëria komuniste, nga katuni fshati jem, ka muj pak nga kodra mu pa Shqipënia ashtu si është më shduk me bukur i vetë në botë. Prandaj duhet të sqaroj se protesta po, klasa politike po, duhet të përmirësohet. Nuk ka dyshim se nuk besoj se ka mbet shumë shqiptarë që mendojnë se klasa politike në Shqipëri është ajo që duhet të jetë. Por realisht koha nuk ishte e përshtatshme. As vendi i fillimit të këtij protest nuk ishte i përshtatshëm, sepse nuk ka shumë të bëjë me kush investon. Ka të bëjë që Shqipëria duhet të tregohet e qëndrueshme për pranimin e investimeve të huaja. A ka probleme me tokën? Besoj se nuk ka kush që thot nuk ka. Ka probleme të mëdha edhe me korrupsionin politik? Ka sa nuk ban më pas. Por koha nuk ishte e përshtatshme. Më pëlqen protesta që bëhet në Tiranë, sepse ka qenë e qetë, ka qenë masovike, ka qenë e pastër për shumicën e kohëve. Edhe ajo duhet të paraqesni fare rezultatit. Por duhem të jem qartë derisa të kemi pak rezultat. Diçka që tregon një plan politik për ndrimin, sepse ne shqiptarët në përgjithësi jemi shumë të mirë me thënë kjo s'na pëlqen, edhe kjo s'na pëlqen, edhe kjo s'na pëlqen. Po ne nga një bërthamë re duhet të dalë diçka që mund të prezantohet para votuesit, sepse nëse qeveria shpërbehet nesër, kemi 45 ditë me dalin zgjedhje të reja. Kush tash i Berisha dhe Rama do zgjedhen prap. Prandaj unë shpresoj që protestat do të jenë të qeta, do të jenë më shumë si diskutimet që të krijojnë një forcë të re që i duhet Shqipërisë. Një forcë e pastër, por nuk besoj se duhet që Shqipëria asnjë vend të paraqitet si një vend që nuk pranon investime të huaja, që ka rezervime për investime shumë të mëdha, sepse kemi shumë nevojë për ta. Ashtu mendoj unë. Protesta shumë herët për të, protesta shumë herët ndoshta për të arritur këto pikat kryesore politike, dhe biles politika e vjetër këtu e ka atë avantazhin atë që kërkon këtë gjë që ditë navigoj. Njerëzit janë vërtet të lodhur. Pse? Çfarë do të thotë kjo? Për shembull, të jetosh në Tiranë, edhe të jesh në çiftëri, edhe mos kesh dot mundësi të blesh një apartament, një hyrje. Edhe je në një qytet që ke mbi 50.000 apartamente boshe, dhe që të thotë është shmenduri. Jetoj në një vend që është lavatrice e pastrimit parave. Do me thonë, jetoj në një vend që politika e 2008-ës i ka mbyll komplet duart, gjithë dyret popullit, edhe nuk kem të drejti as andaj as te, sepse çdo ligj, çdo veprim bëhet mbas dyert mbyllur. Kjo është edhe diferenca që ne po flisim që pari, kjo ëndra amerikane që ne kemi jetojmë edhe dumë shumë, sepse këtu ne jemi diferenca. Në qoftë se ne për shembull do t'i japim votën zotërisë, do t'i japim votën sepse ai na vjen me një vizion, na vjen me një diçka konkrete dhe ne kemi mundësinë që të navigojmë. Atje kushdo që flet, kushdo që del nga të dy palët është e kot. Njerëzit aty biles ajo protesta, shiko, duhet të heqim fjalë të bukura ngaherë. Edhe duhet flasim pa doreza.
Shiko, kjo protest duhet eci më përpara, duhet edhe po u thy një xham, nuk është në këtë të madhen fare, nuk është asnjë gjë se u thy një xham i kryeministrisë, është asgjë. Kjo duhet ndrohet, kjo klasë politike duhet ikin, këto njerëz duhet ikin, nëse nuk ikin, nëse nuk ka ndryshime rrënjësore, kjo do vazhdoj. Ne po flasim tani, po del ana politike dhe thot, ama ja se do i shikojmë këto ligje, do i ndrojmë çik kështu njerëzit. Jo, njerëzit po thënë, nuk ju duam më. Me fjalë nuk ju duam më, as juve, as të PD-s, as të PS-s. Këtë, prandaj ky popull po del. Po shkojnë gati 1 milion veta që po dalin protest. Edi Rama thot, unë kam 800.000 vota, nuk i ul, nuk e jap dorëheqjen. Njëjtën gjë ka bërë Sali Berisha në 97-ën. Nuk është mirë 97-ën të kthehet përsëri. Sepse në 97-ën që ishte Sali Berisha nga pushteti, u ngrejt populli edhe u bë rrumoj. Edhe Edi Rama aty po shkon me atë që nuk e jep dorëheqjen, nuk e lëshon pushtetin, po nuk u ngrejt populli më shumë. E keqja politikës shqiptare është sepse nuk lëvizin duan ta marrin atë kulturën për veten vet, sepse po lëvizën bien shumë poshtë grafiku. Nuk them se protestat nuk duhet të vazhdoj. Besoj që protesta dhe drejta e protestës është elementare. Unë shpresoj se kjo protestë do të ketë rezultate pozitive. Po mendoj unë, duke shikuar gjitha jo vetëm rajonale, po dhe globale, kur ka pas protesta dhe revolucione, duhet qartë, sepse shpesh protestat nga njerëzit që mendojnë mirë, që janë ngopur, merren dhe keq përdoren nga pjesë të ndryshme të politikës, shpallur, publike apo jo. Shpresoj, unë nuk jam aq i njoftuar me protestën në Tiranë, nuk e di se nuk e di se ka dalë në i farë rezultatit kërkesave, shpresoj se po. Kam ndizua, kuptohet se lajmet i lexoj edhe unë, po nuk di fakte specifike. Unë shpresoj se protesta vazhdon, sepse edhe qeveria të përmirësohet, edhe dalin një më mirë, edhe të rrëzohet, politika nuk është relevante dhe nuk është e rëndësishme. Por investimet dhe turizmi janë. Ashtu mendoj unë. Ideja ishte, domethënë se e lidhëm me Amerikën, na ka influencuar, ka ndryshuar ndonjë gjë në marrëdhënien Shqipëri-Amerikë me ardhjen e presidentit Trump? Për çdo administrat mund të ndërnojnë një pjesë e vogël, po tash para se me ardhi i shikova marrëdhëniet dhe investimi i shtetit amerikan në cyber security vazhdon, në bujqësi vazhdon, në marrëdhënie ushtarake vazhdon deri me 2030 spakut tani, nuk ka kurrë ndryshim faktik që kam gjetur unë, domethënë nuk shoh se duhet vazhdoj dhe zgjedhje. Mund të mendoni gjithsecili për ju që të ketë Shqipëria ndonjëherë ndonjë orientim jo pro-amerikan, si në kohën e komunizmit që bë pro-sovjetik. A ka e imagjinon kush një situatë të tillë? Jemi vendantar i NATO-s, ne kemi kaluar është për mendimin tim është shikosh mbrapa, të kthesh mbrapa shumë është diçka që s'do ndodhi kurrë. Edhe është i vetmi shtet i Ballkanit Perëndimor ku Rusia nuk ka asnjë influencë. Është vendi në Ballkanin Perëndimor ku Kina ka më pakut influencë. Domethënë gjitha shtetet rreth kanë influencë, edhe ruse edhe kineze të bollshme, pothuaj të fortë, kurse Shqipëria është i vetmi shtet që ka influenca perëndimore në përgjithësi. Tash nuk po flas për politikanët, se ata mund të kenë influenca nga kudo, po shteti si shtet, ekonomia si ekonomi. Erdhi pyetja e fundit, përgjigja është thjesht me një fjali. Gjithsecili për ju do thot një fjali, nëse do duhet të përmbledhni me një fjali arsyen pse shqiptarët janë ndër popujt më pro-amerikan në Evropë, cila është arsyeja? Po fillojmë me që emri është me A. Sepse Amerika e ka shpëtuar popullin shqiptar. Po mos kishte qenë Amerika, ne do ishim shujt, ne do ishim bërë copash ndërmjet armiqve që kemi rreth e rrotull. Por këtë, si thuash, Amerikanët ka një shprehje, I give you the guns but you do the fight. Unë do t'jap armët për ti bëje luftën. Edhe ne kemi mundësinë që të sjellim pak Amerikë në Shqipëri, që të bëjmë luftën për vendin tonë, plus kemi mundësinë edhe që të bashkohemi, të ndihmojmë që shqiptarët të jenë sa më suksesshëm në çdo lloj fushë, si në politikë, si në biznes, dhe të ndihmojmë
kandidat si Renisi në çdo lloj shteti ku kandidojnë. Sa më shumë shqiptar sukses, aq më mirë është për gjithë shqiptarët tani dhe për brezat tonë. Edhe pavarësisht nga diferencat politike që kemi vetë, për vota për kandidatët shqiptar. Wilson? Po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë vetëm aleati ynë më i vëshëm, shpina joni fort që shpesh na ka dalë në mbrojtje kur kemi pas mas shumë nevojë, është edhe ideali i shqiptarëve për liri. Besoj që shteti Amerikan i mishron gjitha ato dëshirat që ne i kemi në shtetin tonë, lirit që i kemi në gjene, sepse kemi luftuar për to gjatë gjithë historisë. Prandaj kemi një idol të një shteti të ri që u ngrit në themelet të lirisë individuale dhe lirisë pothuajt plot. Prandaj besoj që shkurt, Amerika është idol dhe aleati më i vëshëm i gjithë shqiptarëve kudo që janë. Jam i opinionit që sikom duke qenë se shqiptarë jemi shumë ndryshe nga gjithë fqinjët tanë, duke pasur parasysh historinë që kemi pasur, ku i kemi provuar dashur pa dashur, eksperiencat me çdo fqinjë edhe me çdo fuqi tjetër rreth përqark mbar Evropën e duke kaluar deri nga Azia. Edhe tani ke parasysh për te atyre lloj kufive, është më se natyrale, më se normale që të vazhdojmë të jemi të predispozuar sikom drejt Amerikës si aleat. Për sa kohë kemi një farë mënyrë këtë bashkëpunim fryt plot edhe këtë situatë analize politike parimore që na bashkon në mënyrë pothuajse perfekte. Po bëj një pyetje tjetër vijuese për këtë. Me që je në fushat zgjedhore, si i thua zgjedhësve amerikan, cilat janë raportet e Shqipërisë me Amerikën? Do t'ja shpjegosh atij që ti troket ta jap në nivelin më bazë mundshëm, sepse njëherë kjo pyetje më vjen në mënyrë më të thjeshtë zakonisht nga shqiptarët tanë që kanë rreth për qark. Edhe vjen në mënyrë kështu do që okay, çfarë mendon amerikanët, për shembull kur shohin që je shqiptar ose shikojnë dallojnë emrin që mezi e thon mbi emrin atë diçka e tillë. E them gjithmonë i përgjigje që shikoj, ajo është më shumë problem perceptimi që kemi ne si shqiptar se sa çka kanë amerikanët. Jo më larg se dia u takova me kam një mikun tim që e kam njohur gjatë fushatës, që jeton në zonën ku jam duke kandiduar unë. Edhe në moment caktuar po flisim, po më pyese kështu dhe mbasi far kohë ran të që shikoj unë me sa duket dhe nuk e di çfarë pyetje u bë që i dash një përgjigje që e las kuptonte atë që unë fakt nuk kam lindur në Amerikë. Edhe tha, po ku ke lindur? Në Shqipëri tash më kështu tha. Tha. Tani e mora vesh ta pse dua kaq shumë. Nuk më dha shpjegim, po thjesht fakti që ishe shqiptar që diçka pozitive. Në një farë mënyrë ky është efekti që ka ky komunitet jon brenda komunitetit i gjerë amerikan dhe për qark nesh. Edhe mbasi ne jemi me fat sepse jemi në zonën metropolitane të Detroit, ku kemi shumë shqiptar, po ky është kontributi që kemi, detyrimisht kjo është edhe botkuptimi që kanë amerikanët për neve. Detyrimisht, duke nëse kjo është zanafill, si thua në këtë vend, është diçka te masë pozitive, ne duhet punojmë që në atë pozitivitet ta çojmë në vazhdimsi. Dhe roli jon si shqiptar brenda këtij komuniteti, si shqiptar amerikan, është që të vazhdojmë përpara me atë botkuptim. Edhe Eri? Ne jemi shumë të vegjël dhe ne duhet të ndjekim Amerikën. Amerika ka ndër 100 vitet e fundit paktën gjithmonë ka qenë aty për Shqipërinë dhe për ne është save line e madhe dhe kaq. Natyrisht ne bashkohemi me gjithë thënjet tuaja. Ju faleminderit për praninë tuaj në studio, për mendimet e vyera, nga këndvështrime të ndryshme, për përvojat që nga përvoja e vetë emrit, si që është rasti i Wilsonit, përvoja si fushata zgjedhore e Renisit dhe përvojat tuaja. Ju faleminderit për kohën që shpenzuat me ne dhe për opinionet tuaja që i vlejnë të gjithë shqiptarëve, të gjithë shqiptaro-amerikanëve, sepse raporti shqiptarëve me Amerikën është një raport i veçantë, një raport që nuk do thyet edhe shuhet kur në çdo kohë, pasi përvojat janë krijuar me vite, me shekuj, shqiptarët e kanë gjetur tek Amerika vëllain e madh dhe besoj kështu do të jetë gjithmonë. Miru takofshim në emisionet të tjera.